Margarita Gjepa u përcoll këtë të premte në banesën e fundit pas homazheve të mbajtura në hollin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Poeti popullor i Zavata përmes vargjeve shpreh se edhe Kuksi këtë artiste e pa dashur shumë. E pushoj këngën Bilbili në këtë ditë që u nda nga jeta e skenës shqiptare i jugu më i miri e madhja Margarita Gjepa, që nga viti 60, 150 role në teatr, mosha saj kalon 90, prap skenës ju gjend afër. Margarita Babagjane, si në jetë edhe në sken, figura e gruas nga çdo anë më së miri zuri vend. Grua labe, muzikare, Shqipëri e mesme dhe malsor, lujti bukur dhe pagale jo veç kaq, por dhe botror. Në shumë role në kinematografi, me artista shumë me emër, e re ngeli si s'ka hy edhe filmi u vop vepër. Edhe Kuksi, këtë artist, e pati shumë të dashur, si burnesh ajo ish disa herë në Kuks ka ardhur. Bashkë në moshën më kulmore, Kuksit ja tha fjalë të veta, në banorët dorë për dore e shoqëronte Lutfi Meshka. U përcoll me përmallime, Margarita përshëndet me dorë, la në Kukës shumë kujtime, në vetë madhe gjallis me borë.